Lëvizja e Zafirit me shok nuk mbeti pa u vrejtur nga forcat e armikut. Më 23 korrik të vitit 93, tashmë Zafiri dhe shokët e tij të armatosur mirë sulmojnë stacionin policor të forcave serbe në Prizren. Aksion yt. Kurrin dielli për mbi male, kurrin shqipet dy krenare, atyrin burrat e moti, trimat pushkës e baroti, na bilush ndër malet tona, ku e ka pole Shqiponia, janë bashku trimat e vërrimi, djente hasita në zdrini, të kapashit e topojes, djente lumës e Shqiponjes. U pritrimin rëm dragoni, sy pa trembur biri kombi, bashkë kam në mal me pisha, komandant Zafir Berisha. Bashkë kam në mal me pisha, komandant Zafir Berisha. Shpet vjen viti 98, u që këja dhe në skene, në Drenico java lajmi, Zafan vrije për moshtabin, u që ka shumë madhështore, dit për ditu i korfitore, dit e shet 12 qeshor, Zafir trimi me armdor, me djen prinit dhe të arbrit, po marshojnë drejt Shadrvani, se kjo dit shenon pitore, ju lup pushka qlirin tore, pjeshke male shkombe pisha, trim kombi Zafir Berisha. Pjeshke male shkombe pisha, trim kombi Zafir Berisha. U pritrimin rëm dragoni, sy pa trembur biri kombi, se kjo dit shenon pitore, ju lup pushka qlirin tore, pjeshke male shkombe pisha, trim kombi Zafir Berisha. Pjeshke male shkombe pisha, trim kombi Zafir Berisha.